Miq të pasmës natës, unë kam kënaqësinë të kem një personalitet I cili në të vërtet ka lëvruar gjini të ndryshme të letërsisë, të gjithë e njohin me emrin Sazan Goliko. Mirë se erdhe këtë pasmës natë ose Pandeli Koçe, një shkrimtar I dy kohëve. Në të vërtet, letërsia për ju është, çfarë është letërsia? Është dëshirë, është dhe ëndër që mendoj që një farë mënyrë e kam realizuar. E lindur pasmës natë? Ndoshta pasmës natë, por edhe në plazh mes së ditës. I ke të ndërthurëra. Gjërat e bukura që shef ditën shpesh ndrohen pasmës natë, apo jo? Po kjo është domethënia. Shkruan shpesh pasmës natë? Jo, tash unë jam I brezit të tretë. A I 4 ti mund ta quaj se jam po ha bukën e 84-s. Edhe kuptohet që deri në 10 punoj, e mbyll. Librat mbyll gjitha. Ju jeni poet, jeni shkrimtar, keni shkruar novela, tregtime. Më mirë do të ishit më thoshit autor. Pse autor? Autor jemi, pastaj jemi as jemi poet apo shkrimtar, këtë e do ta tregoj koha. E bukur kjo, më pëlqen shumë se gjithë duan ta quajnë veten shkrimtar. Ju e quani veten autor, edhe unë do respektoj. Autori shumë gjinive letrare, novel, tregim, roman keni bërë, poezit janë dashuria jetës suaj. Edhe letërsi për fëmijë shumë, ku janë rritur breza të tërë me librat tuaj. Meqenëse ke një libër në duar, është ndër librat që ka dalë sfundmi, si ju të bëni libra të tjerë. Ke një dedikim dhe më pëlqeu fakti që autor të tjerë apo shkrimtar që I keni vlerësuar apo poet, I keni dedikuar një poezi Ali Aslanit, poetit vlonjat. Mund ta recitojmë për publikun e pasmës natës këto vargje? Unë po e lexoj se të them të drejtën s'mund ta quaj recitim, po meqense e kemi në dorë. Me një krah pulbardhe deti, me një pend shqiponje mali, vargje shkroj e vargje gëzëndi në përfaqe derdhur ari. Me qerpikun e një vashe, boshur drit e derdhur lot, thurir jetën mjeshtërore, ky poet I brisht, I fort. Ku I gjeti, ku I voli ato fjalë që rrjedhin mjalt, zëmretia fluturonte, labëris atje lartë, ku I shpiku, si torri ato vargje valëzore, në përshkrepa e salone, hoqën vallet dorë për dore. Burokrati dhe poeti në kafaz të trupit ti, si dy tigra kokat hanin me inat e xhelozi. Në përzyra konsulore, bujarisht thurte vargje, rjedhur gurrave të cemta, mbledhur musht nga këngalabe. Qarm pati, si qëlloi drejt në zemër vashërin, me magjinë e bukurisë ndezi flak dashurin. Në përreshtat e ylberit, ku qezi kur flakëronte, ngrihe I ndrinte nderi kombit, vlora kur gjëmonte. Trokëllin, mi kaldrëm, shkopi that I zyrtarit, qelte syste, hapte lule, shkopi gjall I këngëtarit. Shumë e bukur. Gjysmë diell quhet përmbledhja poetike. Po. Pse ky titull? Pse ne si realitet rrojmë edhe në diell, do në demokraci, po jemi akoma në anarki. Pra kjo është gjysma jemi diell, gjysma nuk dihet që jemi. Kjo është arsyeja. Themon, kjo është një interpretim që I bëju këtij titulli. Dhe në fakt, shu e ke ndarë në gjysmë. Gjysmë për gjysmë. Pse pikërisht I keni dedikuar, keni njohur dhe nga afër besoj poetin, keni parë dhe miqësi me të, që I keni dedikuar këtë vjersh mjaft të bukur, një prej lirikëve të jashtëzakonshëm që ka letërsia shqipe. Unë kam lexuar nga ai që kur isha në gjimnas në Vlorë, se botuar, atëherë botua Hanko Alla dhe poezi të tjera, se deri atëherë do ta themi tash të vërtetën, ai nuk lejohej. Ishte ndaluar, ne e dim. Filloi në 60-ën, kështu 62-shin më duket, u botua ky libër dhe botuan 3 libra të tij. Unë e
kam takuar, kur ai vinte në klubin e lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, në atë ndërtesën që ishte në krah të teatrit kombëtar. Me një shkop në dorë, me një fytyrë të thatë, me këtë damarët blu që i dukeshin, dhe kur uleshim në Karige i Via, atje, profesori thë unë, gëzojmë që jena Vlora, ku di unë, i tregoja. Ai e fillon të fjalin. Shqipëria ortu një tjeta, kjo ishte shprehje e tija me dashur dhe që e përdorte. E kishte për zemër. Folë me të, a ishte shumë i rezervuar. Po thoshte që atë isha dhe njerë ka i vjeqe, këshu ato ëndrat e tia, ëndrat pleqërisë tashmë, ka që kam njojtur. Pastaja, po, unë në 93 mos gaboj, mora një nisëm me disa shok nga Vlora dhe krijuam klubin kulturor adetar Ali Aslani. Në fillim më vumë si kryetari Jorgo Blaci, një poet i cili pati një fat që të vështirë, e futën dhe në burke, një lirik i ëmbël, edhe ai e kështë njohur Aliun. Pastaj si shumë nisma tonat, bie në duart të tjera kështu dhe humbet. Bile merri keq që piktori tonin, piktori populli Nestor Jonuzi, bëri portretin e tij dhe ne e vumë në një sallë të Shtëpisë Kulturës. Me ngjarjet e 97-ës. Ti atë o e dogjën, o e grisën, po ai nuk e ekziston më. Ishte një portret i bërë me shumë dashuri nga Nestori. Që kishte hyrë edhe në botën e tij si poet, ishte një figurë shumë interesante, por nuk e sot ky portret. Edhe të vjen keq. Fillimisht ju ftoj të ndjekim një insert për të njohur më shumë me autorin dhe rikthehemi sërish për të biseduar për rrugtimin e tij të gjatë me letërsinë. Pandeli Koçi është shkrimtar, emri letrar Sazan Goliku. Ka lindur në Vlorë në vitin 1942. Ka kryer Fakultetin Histori dhe Filologji në Tiranë, pas të cilit ka punuar mësues, punonjës kulture, gazetar dhe redaktor letrar në shtëpinë botuese Naim Frashëri, që nga viti 70 është marrë aktivisht me botimin e letërsisë shqiptare të botuar në Kosovë dhe ka qenë ligjërues i këtij krahu të letërsisë shqiptare në Universitetin e Tiranës, madje i pari që boton këtë letërsi. Nga viti 81-2002 ka punuar si drejtues në sektorin e shtypit të Kuvendit të Republikës. Ka shkruar poezi, prozë dhe letërsi për fëmijë, si dhe tekste këngësh. Është marrë me kritik e studime letrare, recensione dhe ese. Ai ka botuar mbi 12 libra për të rritur dhe 31 libra për fëmijë. Është fitues i disa çmimeve kombëtare dhe kryetari i shoqatës mbar shqiptare të shkrimtarëve për fëmijë të rinj që nga viti 2008. Nga viti 60 dhe në vazhdim, ka botuar studime, kritika, recensione letrare në organet të shtypit letrare shkencor. Edhe sot nuk e tradhton shkrimin me dorë. Ashtu i shkruan librat dhe poezit. Së fundmi ka parë dritën e botimit edhe një përmbledhje me poezi dashurie. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e jetës suaj, por unë do të ndalohem pak te Sazan Goliku. Të gjithë e dim, Pandeli Koçi të thrasim, por më shumë është ky pseudonim, i cili lidhet besoj... Ta themi me emër letrar më sakt. Po, emri letrar, juaj është i njohur për gjithëve me Sazan Goliku. Është i lidhur me rrënjët tuaj ky emër? Sazan, unë kam lidhur në Vlorë. Edhe përballë Sazanit. A ishte edhe një mjet frymëzimi për ne, se na dukej si një lule kështu e shtrirë në tokë. Po unë jam e origjinë nga Tepelena, edhe përballë Tepelenës ndodhet Mali Golikut, edhe origjina nga kam prindrit, janë nga Lekli dhe Kodra, janë përballë Tepelenës. Edhe duke dashur që në gjimnase ka marrë, them drejtën, këtë emër, kisha dëshirë, e vazhdova, por botusit në atë kohë herë Malinin emrin më bënin Pandeli Koçi, herë Sazan Goliku, por një gjë ishte interesante që kur shokët në fakultet më thoshin, o Sazan unë ktheja kokën, pra ishte bërë një pjesë e pandashme juaja. Pandashme Sazan Golikut, nuk më lejuan, them, që të botoja libra në atë kohë me emrin Sazan Goliku, ta nuk lejohen pseudonimet.
Po thash unë edhe Nonda Bulgaka Kri, edhe Petro Marko dhe të tjerë kanë botuar me kjo. Jo, nuk lejo, nëse Troqa, këto. Basën dhe jetës u da I botoj vetëm, pra Pandeli Koçi është ai një pjesa e parë. Kurse, Sazanguliku që ai shkrimet e mia kanë emrin Sazanguliku. Të lidhemi pak edhe tek origjina juaj, edhe tek familja. Ke patur një jetë të vështirë disi, apo jo? Po thuaj se sërgjyshrit, gjyshrit, ke patur një lloj tragjike, apo jo? Si mund ta shpjegoj? Tragjik. Stërgjyshi tim, Konstantin Koçi, kishte mbaruar në Zozimea në Janin, dhe I vdiq babai, e la në fundi shkollën dhe erdhi në Tepelen dhe filloi të punonte si berber dhe si baririst me kafe, me këto. Ai u lidh me Abil Frashrin, filloi lvizja në Tepelen, në një mbledhje që u bë, aty ishte dhe ky, dhe e arrestuan turqit, e quan në Këlcyr, një shtet aty ishte baza, pastaj u zhduk, la 2 fëmijë. Dhe gruan e kishte Gjirokastrite, ai quhej Diamanta Zisi. 2 djemt e saj, Pandeliu, vazhdoi shkollën në Lekël, ishte 5 vjet në gjuhën greke në atë kohë. Vetëm në 1920 u bë shqip shkolla në Lekël. Dhe në gjithë këto fshatrat e Krishterë, shkollat ishin në greqisht. Po më shpejt, më përpara u bë në Labov, shqip, pastaj fillon gjithë shkollat. Pandeliu në Tepelen, që kishte dyqanin si berber dhe si kafene, filloi në Tepelen dhe në Kurvelesh dhe në gjithë zonat e Labris, përgatitja për luftën e Vlorës, filluan qetat e para. Pandeliu si njeri adetar që ishte, patriot. Ai në dyqan I binin armë, municione, kështu dhe kuptohet e spionuan të italianët arrestuan dhe kanë bërë gjyqin ushtarak në Himar. Andej e dënuan, nuk e di sa vjet dokumenta, me se kam kërkuar për të, po s'kam gjetur as në Itali, e quan ishit e Italisë. Deri në vitin 1921, kur u bëndërimi robrëve se që kishim në atë kohë, dhe u kthye dhe ashtu si e atë tia, ai nuk pati varë. Edhe Pandeliu nuk pati varë. Vdiq në Gjirokastër, por vari u zhduk. Pra, stërgjyshri nga turqit u vra. Gjyshi nga italianët. Baba im mori pjesë në lëvizjen antifashiste në Vlorë, ndihmoi shumë lëvizjen, e spionuam ne, do të thashë ballistët, unë kam dokumente ku thot, balli kombëtar, kështu, Mjal Koçi streon komunist në hotelin e tij. 2 nipa I ka partizan, është në arkivin e shtetit, ky dokument është, tash unë si do ta këndoj kur poshtë tot, ose një krye, si mbas tuajës, organizatë e balli kombëtar, dhe tjera dhe emri atyre njerëzve që e kishin bërë këtë gjë. Dhe pra dhe baba im nuk ka varë. Pra të 3 brezat e nuk e patur varë. Tragjike. Unë në mbas luftës më erdhi xhaxha I madh. Ju ka lënë baba 1 vjeç e gjysmë? 1 vjeç e gjysmë. Edhe kuptohet gjithë ato peripeci që kaluam si familje. Erdhi xhaxhai nga Argentina, nuk ishte të vështira. Xhaxhai im ishte shumë adetar. Madje kemi dhe një gazet ku ka bërë edhe një protest dhe do lutesh regjist që të na vë pak ishte atë gazetën. Ishte kryetari I shoqatës shqiptarëve në Buenos Aires. Ku kishte një komunitet shqiptarësh, 7 prill 1939, historia e pashkruar me heronjtë dhe dëshmorë të pashpallur. Na trego pak për këtë histori, mjaft interesante që bënin protestë për pushtimin e Italisë nga shqiptarët. Gazetat e kohës në Argentinë që Italia ka filluar mos harrojmë që jemi te 7 prilli I 39-s. Ishte fillimi I luftës 2 botërore.
ky organizoi bashkë me shqiptarët e tjerë një demonstrat të madhe në atë bulevardin e madh të Buenos Airesit deri te monumenti i herojit kombëtar të Argjentinës. Pastaj thirret nga bën letra, telegrame, fuqive të mëdha këtyre shteteve fqinje si protest. E thret edhe ambasadori italian me demagogjin e tij, ju thanë ne jemi gati të shikoni ju u çliruam nga satrapi Zok. Tashti mund të vini në Shqipëri ta shikoni vetë që Shqipëria ka ndryshuar, propagandën e tij. Është pikërisht kjo gazetë që ne po flasim. Ja, do të them tash, atë dark, pas demonstratës i bëm, vën gazetarët në atë berberhanën që kishte ai. Që kishte ai që punonte aty. Edhe foli ky, i thaj si ndjeni veten tash që jeni pushtuar nga Italia. Edhe të çudit që ai njëri pa në shkollë të lartë, vetëm me 5 klasë shkollë në Lekël, foli në mënyrë të çuditshme me gjithë atë dëshpërim të madh që kishin, që Adheu nuk ishte më i tyre. Kur je larg gjithmonë dhimbja është më e shumëfisht se sa kur je aty. Ai tha, është e vërtetë që Shqipëria u pushton nga Italia fashiste, por tha, Italia do pse ati që kanë pësuar në të kaluarën Turqia, Italia, Serbia. Të gjithë që kanë dashur ta sundoj. Nuk sundohet kur Shqipëria, as nga italianët, ky ishte thelbi. Nuk se puna, ishte fjala gjithmonë për pushtuesit. Patjetër. Edhe kjo është botuar, tek ato e kemi, unë kam kopjen origjinale të gazetës. Ne nxorëm dhe aty se e kishim në studion tuaj. Të kthehemi pak tashmë tek letërsia. Kush e zbuloi talentin tuaj në të shkruar, se herët keni filluar të shkruani, madje keni marrë dhe çmime shumë shpejt, 14 vjeç keni rëmbyer dhe çmimin e parë në letërsi. Tashti njeriu duhet mburret me çmimet, por është e vërtet që në atë kohë dhe në gjimnas vazhdoja të shkruaja, vazhdova të shkruanim reportazhe në gazetën Pioneri, pastaj në Rinia, kur e student, pastaj filluam në drita në Ndori. Unë atë kohë merresha edhe me kritik letrare, studioja shumë për estetikën e për përgatitjen teorike, dhe kjo më jepte një farë krenarie në ajo krenaria nga njohuritë e porsafituara, atë duke vetja më i ditur se çishte kur lexoje Bielinskin për shembull, një nga kritikët botëror të njohur, apo Dubro Lubovin, apo Pisarjevin, apo Chernyshevskin. Ne ishim atëre me rusët, kuptohet, por mos harrojmë që në atë kohë botoi shumë nga letërsia botërore, edhe ajo evropiane, dhe ne i lexonim, i diskutonim. Njëherë do të tregoj një ngjarje, kisha 2 libra, që ne atëre librat botëror para luftës, ne i thoshim librat verdh. Edhe në Shtëpinë e Kulturës, te salla kryesore poshtë, bëhej në mbrëmje vallëzimi, bënim atëre në mbrëmje vallëzimi, unë marr 2 librat, i mbështjell me atë gazetën, kështu e ula. Edhe u ngrita të kërceja. Të nesër më thret sekretari parë i Komitetit Rinisë Vlorës. Por Pandelim tha mua. Dhe ai kishte edhe ai qef letërsinë, duke shkruante edhe ai. Tha, sa i merr libra të verdh, tha, për ato, tha, mbrëmjet e vallëzimit. Kishte vajtur një dikush, unë dija se ku. Çfarë libri kishe? Dashuria në Hong Kong. Dashuria në Hong Kong. Tjetër ishte Rrethi Kuq. Tash më kujtoha se ka vite. Po për dashurinë do flisje në atë kohë. Ju flisni dhe sot për vargjet e dashurisë, apo jo? Po, dashuria është e përjetshme, nuk është ka të bëjë me njeriu, me një njeri, ka të bëjë me natyrën njerëzore, ka të bëjë me natyrën në tërësinë e saj. E bukur atëherë këto. Sidomos, patjetër, edhe kanë dhe kafshët zgjedhin partnerin më të bukur, më të fuqishëm, është e natyrshme edhe në natyrë, është instinktive. Po. Si kujton botimin e parë? Di që në botimin e parë parathënien ta ka bërë shkrimtari i madh Ismail Kadare? Ai ka bërë recensionin. Recensionin. Po.
I them, Ismaili vinte shpesh për botuse, neve të them drejtën ishim të inamoruar me Ismailin. Nuk e di foli dhe Sadiku për të apo jo, edhe i them unë, kam një libër me Pasqyra e thyer, nuk e di të Pasqyra e thyer, e kishim edhe aty, është libri i parë. Edhe i thash që unë punoj shpibotuse dhe dua mendimin tënd. Qofse ti mendon që nuk është në nivelin e dur që kemi ne sot në prozë, më thoj që dhe unë të riqem, nuk ajo. Në qofse, ma bëj recensionin, e bëri recensionin Ismaili, ishte pozitiv. Ismaili kështë zakon që për se cilin tregim bënde nga një karakterizim, dhe ato i si pëlqenë të që jo. E kishte këtë. Të prerë. Po, edhe unë kuptohet që e kisha parasysh këtë recension, ishte edhe Agim Sheu, edhe i recensent të bë, edhe a i bë dhe redaktor, pas ta ju qumë në libër. Këto, Pasqyra e thyer, dikush, dhe unë nuk, pas e me tha që ajo kopertina e librit ta është, po që në atë kone e plenimit 4, ta është kubiste, se piktori, Usaqari, galeria i piktori mirë shumë, kështë dashur të jep të idene copave të pasqyrës dhe bëri sa gjëra që tingëlloni sa buzë, kështu sa syke, e tingën duke i pak si t'il, por me një reagoj a i personi e tha që ta është ta kubiste, po ishte personalitet, a i nuk ishte, atëre ishte me delikat. E vështirë, koha. Po. Poezitë e dashurisë, i ke shkruar edhe në kohën e diktaturës, apo jo? Po, botori edhe atëre për dashurie, ma dje, një vajzë ishte oficere, ajo për librin e saj me edhe ne këshim si regullë pa shkruar, po 2-3 poezi mund të botoje në një libër me poezi, me temë dashurie, erotike, apo si mund të i them. Lirike. Edhe ajo kështë vënë 15 poezi dashurie. E sa shumë, i them, ja jap shefi, sa i do t'i lexonte, do miratonte, do i të firme që vite në shtyp. Tha mua, 15 dashurit, po i tha një është një oficere, vazere, i tha t'i bëjmë një përjashtim, kështu edhe u botua. Me 15. Ajo të shi, nuk i bushtarake, është në Amerikë me të shoqin. Pra, kurse për një libër tjetër, ishte një djalë i ri nga Kuksi, ka vdekur fatkeqësisht ashti, i mora librin e tij në pritje dhe ishte një poem. Pak vjersha kishte aty. Kur filloi diskutimi dhe kritikat dhe autokritikat që duhet bënim në kohën e plenimit 4, thanë atëre nuk lejoheshin poezi me temë të lehtë. Temë e lehtë në vogëlsirat, dashuria, këto pejsazhe. Pra donin vetëm ato që ishin me temën e klasë punëtore. Klasa punëtore, njeriu i ri. Ishte udhëzim ai që dhe vajtën në shqipshkronjë e morëm dhe e grisën atë poemën e këtij djalit, Bayazid Sahani, që ka vdekur shkret tash. Pse se kishte një poem në pritje me temën e dashurisë. Pra ishte bërë shumë e vështirë pas plenumit 4 puna tek Naim Frashëri, shtëpia Botusa. Po jo vetëm te ne, po dhe në lidhjen e shkrimtarëve dhe drita në ndorit dihet. Si e keni përjetuar atë moment? Kaluam me shumë vështirësi, shumë mbledhje pafund që nga redaksia, shtëpia Botuse, në ministri, në lidhjen e shkrimtarëve, që unë pata shkruar në gazetën Drita në dhjetor të 73-shit, po në fillim të dhjetorit, ishte botuar një vjersh në një cikël me vjersha, të Thanas Dinos, një djaliri shumë i talentuar, që ishte në punonte në Drita. Ai veshja vjersha e tjera kishte një vjersh me titull Fiku i detit. Po? Fiku i detit, unë jam fik deti, thoshte ai. Trungu jam trupi, unë këto, një vjershe thjesht kështu. Kjo merret nga një kritik letrar, zyrtar, Razi Ibrahimi quhej, dhe bën një shkrim
fiku i detit e të tjera, dhe bën një shkrim kur e nxin gjithë letësia shqipe ishte mbushur me ndikimin borgjez revizionist, siç. Kjo të dëmton shumë. Edhe, jo, ishte votuar në drita kjo votua. Unë atë darkë e shkrova të nesmen e qova në lidhjen e shkrimtarëve. Këta. Ishte një kritik polemike fort. Është e votuar, po votua jo atëre, nuk u votua, prisja të votoj dielën tjetër. Edhe vetë takoj Ismail Kadareni, thema Ismail, pse se votoj ai për Ibrahim Ruçin, që ishte kryeredaktori i Gazetës Drita. Tha mua heziton, tha ai kryeredaktori. Po i thajmë, çfarë ka, ta shikojmë. Nëse u votua javën tjetër, do në fundi dhjetorit të 1972. U votua, po pati më vonë, filloi plenim të dhjetor, janar shkur mart filluan pastaj turbullirat për basë dhe festivalit 11 e tjera ajo luftë, basë arrestimeve, i ketë na puna e tjera. Më ngritën në një mbledhje të klubit të lidhjes shkrimtarëve, kolla dhe unë atje, ngrihet një oficer, poet oficer, edhe flet Paneli Koçi këtu, tha, po i kemi lexuar teorizimet e tij. Po atëre po të teorizime, kështë teorizime do më thënë, futje ideologjinë borgjeze. Borgjeze, gjë që ishte ndaluar për kohën. Dihet ajo kjo. Sa vështirë ka qenë për të shkruar lirshëm në atë kohë? Sepse ne dim, ka qenë një kuadër të cilët ju nuk duhet ta shkelnit. Pra në suazat e realizmit socialist. Po natyrisht, shiko. Atë krijim realizmi socialist ishte, do ta quaj një rregullore ushtarake, pavarësisht se ishte letrare, kështu, por nuk do të dilje, ishte vija të kuqe, nuk duhet i shkelje. Ndryshe përfundoi në burg? Jo, por nuk, shiko, e para vetë censurën e autocensurën e kështë vetë autori. Sa domshme ishte autocensurën? Dhe redaktori, shpisbotuse, apo i gazetës, Drita Nëndori, apo Rinia, kishte dhe ai do të shikonte për këtë gjë. Pra, sa e dëmtonte shkrimtarin autocensura? Po natyrisht. Nuk ishte i lirë për të thënë atë çfarë mendonte. Po natyrisht, nuk shkruante me ato ndjenja, me ato mendime, atë realitet si që e perceptonte ai realitetin asaj kohe. Atëre duhet kishte heroin pozitiv, duhet kishte rolin e partisë, fryma popullore e këto të kriteret. A ka rënë ajo letërsi sot? Padyshim. Mendoni që pa? Po, në shkrimtarët serios, po ta shine, qiko, te ne botohen lloj-lloj gjërash, lloj-lloj mirat kje, dhe çdo njeri nuk jep njëri llogari kujt. Kjo në një anë e dobëson letërsinë. Pra ka nevojë për kritik letrare. Ju jeni shumë partizan i kritikës letrare, e cila mund të ndaj mielin nga krundet? Po natyrisht. Kjo e ta ty që sakt, se kjo ka dy forma. Ka kritika heshtjes dhe heshtja kritikës. Heshtja kritikës shumë e mirë se nuk merret me atë lumrat që janë me nivel të dobët. Po? Kurse kritika heshtjes, pra kritika e vërtet, nuk bëhet për arsye se s'do që të ndeshesh ti me mendimin e sotëm, me shkrimtar të ndryshëm kështu, pse se prap ne jemi një katund letrar. Dhe shkrimtari do të ndeshet me mendimin e sotëm, njëri fryma politike i tene është e acaruar, kritere për të ruajtur veten apo nuk ka, çdo njëri mund të thojë mendimin edhe të vërtet, po edhe të gënjeshtërt. Pra në këtë kuptim, të neve dhe prandaj kritika jonë është relativisht e dobët ose dhe e pakt. Kur lexon krijimet e para viteve 90, qoftë dhe poezi, qesh në njërin prej tyre si e kam krijuar në këtë mënyrë? Tash shiko, aty bëj një seleksionim në krahasim me sot. Po. Krahasim bëj dhe ruaj një nivel të mesatar. Ruaj. Tash unë isha redaktor i vjetër atje, kam vajt një shpimbotuse që në 59-ën, në 69-ën, dhe do në njihja mirë. Unë e dija për shembull, punoja kaq shumë atëre për redaktimin, me një kënaqësi të madhe, që
kur ktheje një libër të pabotueshëm, një autori, por edhe s'ka një varg të kishte, një poezi të kishte, të bukur do t'i thoja e bukur, dhe një figurë. Pra, ne punonim dhe i kthenim përgjigje të argumentuar për çdo vjersh. Që vinte për të botuar. Për të botuar. E thë pse nuk do botohet, do të argumentoje pse ti nuk e boton këtë libër. Si do ma përshkruash atë kohë në shtëpinë botuese, në të dy kontrastet e saj, edhe në aspektin profesional, por dhe në aspektin e ndalimeve të forta që kishte? Jo, shtëpia botuese kishte redaktor të mirë, shkrimtar, kritik, kishte edhe njerëz që kishin marruar për gjuhë letërsi, por kishin ardhur aty në një mënyrë ose tjetrën. Por vetëm shikojmë kriteret, ishin këto që libri kur autori binte në shtëpinë botuese në 2 kopje, ai qohej për recension, që shkrimtarëve, kritikëve, pedagogëve, të cilët jepnin mendimin për këtë vepër, që është e botueshme apo po. Pra, edhe për aspektin letrar, por dhe për aspektin e vijës politike. Po, natyrisht. Ishin të dyja recensione. Do jepte edhe për atë, natyrisht. Do t'i bënte, ai e shikonte nga gjithë aspektet. Ka qenë e vështirë të punohet në asë kohë në shtëpinë botuese në Infrashëri? Ti jemi realist. Frika ishte që mos kalojë ndonjë gabim ideologjik ose politik. Por mos harrojmë që pra në këtë pozicion redaktori ishte një censor, apo jo? Po mos harrojmë që vetë autori kishte autocensurën, ashtu si e dia ai një rregullat. Të kalon pa gjumë ndonjë redaktim që mund ta kishte lënë pak me frymë liberale? Ti jemi të sinqertë të vërtet në këtë pasmësnatë. Jo, mua më kanë ardhur, e shoku tim i ishte ai që më pruri. Atëre ishte, më kujtohet ta thoshte në një vend, ishte një poezi për një dëshmore. E kishin vrarë gjermanët. Edhe thot, në poezive të tjera, këto vargje, për të ribërë Tom Laçkën, këtë dëshmorën, thot, duhet të ngrije nënat e të vrarëve dhe vrasësve, të ribëjnë Tom Laçkën. Si mundë nënat e gjermanëve të vrasësve, të bëjnë në nëndonë. Natyrisht kjo nuk do pranoj. Unë vetë nuk e pranoj dhe sot. Këtë gjë? Jo, në atë kohë, kështu. Edhe natyrisht unë kula këmë që këtë vjerës mos botoj, ose ti që ishin këto fraza. Ishe figura i. E kuptoj. Që kështë bërë këtë. Ose, kujtoj një shok tjetër, thot, atere, kishe, ne bëm lidhje diplomatike me ambasada me Greqin. E a i thot, u zgjua përsëri pëllumi mirë kuptimi, thot, u odhën urat e këto. Përfitrota që në atë kohë, ajo ishte koha e kolonelve të zinj, edhe nuk mund të flitej për mirë kuptim, në kuptim pajtim, edhe sot e kësaj ditën e gjendje luftë. Kush nga shkrimtarët e njohur të kohës u penguan aso kohë edhe për të botuar? Dhe shpesh janë bërë dhe kartona, se kemi parë edhe në bibliotekën kombëtare, ku shumë prej botimeve që nuk lejoheshin për të botuar, bëheshin për kartona, apo jo? Botova librin në intimitet, edhe vinë më kap një shoqe, që punon në Kombëtet Qendror, ajo më thotë mua, pandi thotë libri ka dalë, por është penguar nga zyra e shtypi që ishte atje. Pse i thash unë? Po unë atyre punoja në presidium të Kuvendit Popullor, isha redaktor, nuk na pikpamja politike, dhe ishe i pastër. Jo, dhe su interesanti, pëse? Tha, ti tha ke botuar aty 5 vjersha për temën e Kosovës, po nuk duhet t'i botoje. Ne atyre nuk lejoj, duhet merje leje me fjalë, që të thani pari ati që merje me këto, ideolog që ishte, edhe duhet dy diskutohet në mbledhjen e redaksis, u folë që ose libri do të kthejnë karton, ose do t'iqet... Nga qarkullimi? Do t'iqen... Jo, kopja është në bibliotekë kombëtare. Ashtu e varianti parë, se kështu vini kopjet e para, dhe në bibliotekë. Do të vej në... Do të grisen ato dhe do të vjen tjetër. Kjo do bëhet. Unë tash
Okej, pse po mirë, bëni çfarë doni ju, çfarë thoja unë kështu, po e bën, vendosën dhe i grisëm ato faqe dhe ngjitëm vjershat të tjera në vend të tyre. Unë i kam të dy variante dhe variantin që ke vjershat për Kosovë? Po, kjo vjershe për... Jeni ndër të parët në fakt që edhe Kosovën e keni lançuar shumë në letërsinë shqipe. Është vërtet dhe të bën krenar kjo gjë? Natyrisht. Në vitet vështira. Si kujton atë kohë? Dhe si erdhi kjo dëshirë juaja? Unë dobësim për Kosovën, unë e kam të ushqyer që nga xhaxha im, i cili më thoshte që me atë konceptet e rilindasve, që Shqipëria fillon që nga Tivari deri në Prevez, nga Shkumbini deri në Adriatik, nga Shkupi në Adriatik, kjo ishte ajo ide e rilindasve tonë, katër vilajetet e Shqipërisë. E me këtë frymë ishe edukuar, por ishte dobësia ime, kisha dëgjuar shumë për krimet që bënin Serbëmëdhejt në Kosovë, por ne nuk e njihni, duhet ta dish që te ne ishte tabula rasa, nuk dinte njëri se gjysma e lehtësisë shqipe ishte matan kufirit shqiptar o shqiptar. Dhe kur u dha porosia që u bëm atëre politika u lvizi që ky që do të botoj çdo redaksin, ishim botu se na i frashëri, 1 deri 2 libra nga Kosova. Kush dinte se gjysma e lehtësisë shqipe ishte matan, librat vinin në bibliotekë kombëtare, po si libra ndaluar, në arkiv ose të rezervuar. Mund të vinte tek këta të lidhje shkrimtarëve, po këta nuk flisin. Ju i lexonit në heshtje këto libra? Nuk kishte. Apo s'kishit mundësi të depërtoni? Kur ishte tabula rasa, nuk e dinim se ekzistonte. Nuk e dinit se ekzistonte sa e Megjithatë, unë kisha mik që në atë kohë Agim Gjakovën, Ademi Strefin, kisha edhe shok kursi, fakultet. Natyrisht ata nuk flisin për këtë. Nuk flisin, dinin diçka, aty kishin jetuar. Edhe megjithatë pyes Agimi, i them, duhet të botoj tani nga lehtësia e Kosovës, çfarë do të botoj? Shefi redaksisë që ishte Dimitër Fullani, njëri i mirë shumë, ai kishte qenë mësues gjatë luftës dhe mbas luftës në Kosovë, dinte diçka, po prap dhe ai nuk fliste dhe mora vërtetim nga shtëpia botuese, nga lidhja, nga ministria, që të lexoja nga letërsia e Kosovës dhe botova vija atje, me edhe gruan deri në ndarkës e salla shkencore dhe i kopjoja me dorë se nuk lisin të dilin librat jashtë. Dhe në fakt, kur i lexove, çfarë ndjesie kishe? Ndryshe, ishte një letërsi tjetër lloj. Ishte më ndryshe se ne, më çlirë? Jo, periudha e parë e krimtarisë këtyre, domethënë Esat Mekuli, Enver Gjergjeku, Din Mehmeti, Azem Shkreli, dhe i podrime që më vonë në këta, në fillimet e tyre ishin më të kapshëm, ishin afërsisht, një letërsi nuk ndije diferenca. Retorike, kështu, më vonë pas ata filluan u thelluan poezi, filluan një poezi moderne, deri tek poezi hermetike. Po natyrisht neve unë botoja, zgjidhja në gjithë librit tërë, vjen zgjidhja ato që mund të pranoheshin te ne. Natyrisht, kishte një vjerë për Titon, se ishte pashaporta. Duhet ta botojë edhe atë. Atje do ta botonte, por natyrisht ato nuk botojnë, ose ato që flisin për Bashkim Vllazërimin, ishte parulla hipokrite. Edhe ju keni shkruar dhe për Enver Hoxhën vargje. Besoj si çdo shkrimtar. Aso kohë? Për Enverin unë nuk e di. Apo për parti? Unë kam botuar një vjershë imituar nga populli për partin Lule Drite, këndohë zëmër këndona, diçka e tillë. Duhej si pasaport për të botuar libri, besoj? Po, por kija për shembull libri i Sadik Bejkos, Rrënjët. Po. Shikoj librin, sot se unë e lexova kisha në shtëpi, thash ta botoj siç është, se nuk ka asgjë brenda atyre norma të realizmit socialist. E vërtet, ashtu e ka botuar. Ja, ta marrësh vërtet atë libër, do shikosh Epidemi kozmike. Është vëllimi poetik që bën ndarje. Ne folëm deri tani për pjesën e parë, shkrimtarin e kohës së diktaturës, këtu çlirohet Pandeli Koçi. Madje vën dhe emrin e tij të pagëzimit, këtu e ke filluar Sazan Goliku. Lexojmë pak Mirazh. Janë botimet e para pas 90-s. Por, më fal, pjesa ka një marifet ai libër, gjysma janë shkruara përpara.
90-s, të tjera gjysma tjetër është mbas 90-s, do shikoj diferencën. Ato që nuk lejoheshin të botoheshin, ato të cirtarit, janë përmbledhur këtu. Po nuk kanë vënë data? Nuk e vënë data. Jo, për arsyen e tjetër, s'do të dukesh si dikush tjetër që thoshte, i kishte shkruar ditët tani dhe thoshte i kam shkruar në atë kohë. Kam në atë cirtarit. Unë nuk doja të bija në këtë kurth. Edhe qikoj, po unë e di. Mirazh. Pikvese mbi petal dashuria. U përkula ta shoh, pash vetën në krah ëngjëlli. Zgjata dorën ta prek, u zhduk si hija. Pikvese mbi petal dashuria. Kur është shkruar kjo? Kjo nuk e mbaj mend. Do ta ke shkruar përpara këtë? Nuk e di. Derisa s'ka data ti nuk e mbaj mend. Unë prizi nuk vë data, po. Në fakt, ju keni shumë vargje për dashurinë, edhe sot i shkruani dashurisë. Kush ka qenë muza juaj e frymëzimit në fillime? Si gjithë të rinjt, por pjesa e më vonshme, mbasi u martova, krijuam familjen e fëmijë, është gruaja jo të cilës i kam shkruar dhe vjershat që mua pëlqejnë dhe sot. Miku juaj, Sadik Beku, të ka gjetur një poezi të shkruar shumë herët, apo jo? Mund t'i themi ca vargje, çfarë vitit ishte shkruar? 59-ën. Në 59-ën. E mban mend? Unë ishte, po, ajo është një fantazi, nuk është realitet. Mund ta themi pak? Sa e bukur ishte dashuria. Unë e ti as jemi miq, titulli. Ishte një puna e një heroj lirik, ka njët me një vajzë gjermane, edhe bjen dashuri me të. Dashuri platonike? Dashuri platonike, kuptohet? Po, Platoni thotë që dashuri platonike janë të vërteta, janë më të vërteta. Edhe kjo vajza, kjo gjermane, edhe duke ndënjur bashkë të atashi aty në lulishte diku, i thot asaj vajzës, baba yt ka vrarë baban tim. Ajo vajza filloi dhe lotoi. Jo, thot, e ka vrarë Hitleri. Aty që u preka kjo, se kuptoj që bëri një gaf tash, se kuptoj që vajzës babaj saja ishte një ushtar fundit apo ku di. Edhe kuj për ta marrë me të miri, unë e ti, a nuk jemi miq, dhe do më thënë, bën një, këtë vjersha kam dhënë një pedagoge në fakultet, e lexoja, e tha, e bukur ishte, apo që pa botueshme kjo, tha mua. I kujtojmë pak vargje? Pacifiste. Diçka po me vajzën Bjonde Sybojqell ishte. Ajo, Sadiku e tha, kështu e ishte ajo. Mund ta themi pak? Mund t'i themi pak vargje? Ti themi atë strofën e parë, mbaj mend. Strofën e parë? Ta mbaj mend to, Pa, e mban mend. Erdha jo nga Gjermania, vajza Bjonde Syngjerdeti, trazoi ëndrat e mia, vajza Bjonde Syngjerdeti, Ingrid Schwarz, e thon atë, ishe ëmbël, Ingrid Schwarzi, peng në zemër, se ishte lë, ishte ëmbël, Ingrid Schwarzi. E tjera, pasaj nuk i mbaj mend vargjet e tjera. E bukur pas ka qenë vajzë Bjonde me Sybojqell, pas ka qenë ajo që të pas ka rrëmbyer zemrën dhe vargjet aso kohë. Kjo është imagjinata e autorit se si e ndronim ne atë botën e... Kishim turistët gjermanë në aso kohë? Po, në Evropa, nga Gjermania lindore vinin. Pas ka qenë një turiste që të pas ka rrëmbyer me Sybojqell, Bjonde... Më kujtohet atere, ato kur vinin, ne ishim në Vlorë, në gjimnazë, kështu, në plazh, ato vinin vetë me mbathje, lakurit këteja. Në det, këto skenat ai kur kalojnë ato. Ja, një gjermane që ka ardhe së kohëja pas ka rrëmbyer këto vargje. Imagjinata ta shiktoj, bërë. Shumë e bukur. Po, në atë kohë nuk u botua dhe asë sot nuk të botuat, angelive sigurisht rinore, kështu. E bukur gjithsesi. Do kthehem pak tek letërsia për fëmijë, që ju e keni fort për zemër, dhe është besoj edhe letërsia më vështirë për të shkruar? Letërsia për fëmijë ka të veçantën e saj, por është një fjalë e urtë që thot, po të lexoj një rritur dhe të pëlqej një shkrim për fëmijë, atëherë është vërtet
Kur e pëlqen e rritur atëre është vërtet e bukur. Letësia për fëmijë, veç vlerave artistike që duhet të ketë, ajo ka edhe dy kërkesa shumë të rëndësishme që duhet i ketë parasysh autori, qoftë të njohë si shkencë, pedagogjinë apo psikologjinë, por dhe me intuitën e tij. Dhe fakti që shumë shkrimtarë për të rritur, e fillojmë që me Petro Markun, edhe Tolstoj ka shkruar letërsi për fëmijë. Tolstoj ka krevepra. Gjithë më dhe pëthuaj të kohës kështu, e kanë ngjyrë penën edhe të letërsia për fëmijë. Edhe ngelen si vepra, edhe sot lexohen në çdo kohë. Pra, është dhe ajo të hysh në psikologjinë, të njohësh psikikën e fëmijëve dhe njohuritë pedagogjike, se atë brenda ke edhe mësimin, ke edhe këtë, pavarësisht se ne jemi kundër marrëdhënieve moralizuese këto, por moralin e duhet ta kemë brenda. Kjo është ajo. Si shikon sot letërsinë për fëmijë? Shkruhet, le të themi, shumë, më tepër janë përkthime, dhe sa duhet ta ruajmë traditën e mirë. Kemi padur shkrimtarë shumë të mirë për fëmijë, Gaço Bushaka. Kemi padur Adelina Mama që vazhdon shkruan dhe sot poezi për fëmijë, ju, Bedri Dedja, po them disa, Odise Grillo, e tjerë, ka shumë. Si kemi sot të tradit, po kemi bulzat e shkrimtarëve, mund të themi të një brezi të mesëm ose të rinj që të ecin në këtë gjurmë? Tashti, kjo është një nga problemet. Rreth 70 vjeç mund të jetë mosha mesatare e shkrimtarëve për fëmijë sot. Jo që kam vdekur një pjesë e madhe e tyre. Ato që shumë prej tyre që Xhevat Beqaraj që mbaj më të njohurit, Skënder Hasko, Bardhyl Xhama, nuk mund të themi dot siç thuhet, nga që nuk e njohin. Nuk e lexojmë. Letësi për fëmijë, atëherë thonë nuk ka vlera, prandaj ne nuk japim çmime këto. Por problemi më i madh qëndron te kjo që brezi i ri i shkrimtarëve që kanë prirjen, që kanë dëshirën të shkruajnë për fëmijë, ata nuk lançohen, nuk bëjnë konkurse për ta. E vërtetë është, ka raste që nuk ka qenë disa vite që nuk ishte as panajër i librit, as qendra kombëtare e librit çmim për fëmijë, dhe faktikisht duhen stimuluar. Si jo, po botoj kaq shumë sa dy fishi atyre për të rritur. Pse? Fakti që vëmë fëmijë dhe blejnë, natyrisht, unë duhet përsëris këtu atë shprehjen e Fajikonisës, që thotë duhet botojmë, thotë, por 50% letërsit huaj, 50% letërsit shqipe, pra që atëre, por interesi material i shpive botuese që në fundit janë tregtar, pavarësisht se ata shesin vlera shpirtërore, por vetë janë më inteleku, se vetë shoqëria, vetë ekzistenca që të bëja i librin, duhet të argjoj, duhet të punoj këtë, por kjo nuk do të thotë që ai të haroj në letërsinë shqipe, ka deturimin moral. Atëherë, pse e kollaj merr një libër me figurat e piktorëve më të quar botror, me lidhjet më të mira me të atyre, vizatimet ilustruese, dhe po thuaj ati nuk një fas të drejt botuesi as këto, me një autor shqiptar i cili ati dhe do t'i paguaj, po ja botove, do t'a paguaj, pa më se sa paguet, do paguaj edhe piktorin, pra ai nuk ka interes, edhe vepra ka një emër se është e huaj, pavarësisht se jo të gjitha veprat që përkthehen nga letërsia për fëmijë janë në nivelin e duhur, po t'i krahasoj me tonat, pse ngulim këmbë neve, jo thjesht për interes ose për dashuri kështu. Por ato kanë gjuhën shqipe të pasur, kanë shpirtin shqiptar, psikologjinë shqiptare, dhe këtë do ta ushqejmë tek brezat e rinj që kur janë të vegjël. Mitet shqiptare, prallat shqiptare i ke brenda. Janë të domosdoshme për të lexuar, sepse është themi ADN-ja jo. ADN-ja, po. Edhe çdo gjë pa mohuar asgjë nga e huaja, kuptohet, por ama baza e letërsisë shqipja, gjuha shqipe. Ka raste, a e kemi bërë akoma, në fakt ne nuk e kemi bërë akoma një analizë të letërsisë në 2K. Pse nuk e bëjmë?
Në dy kohë. Ato çfarë u shkruan diktaturë dhe sot. Këse është kaq e vështirë? Jo, kjo ne kemi institucionet tona, kemi institutin e gjusisë dhe letërsisë. Po. Kemi universitetet tona. Patjetër. Të cilat kanë pedagogët, kanë studentët që bëjnë diplomat, temat e tyre e të gjitha. Që të bëjë do të jetë një mbi bazën e kritikës letrare, gjë që ne na mungon në pjesë më të madhe. E kemi të pamundur. Po nuk e bë. E dytë që nuk është konstruktive, nuk është e vazhdueshme. Dhe tjetër, studimet që bëhen, studimet letrare të institutit e këto, janë më shumë të periudhave të ershme, por jo të periudhës së realizmit socialist. Kurse dhe në periudhën e realizmit socialist u vunë bazat edhe të romanit shqiptar, romanit realist shqiptar. Pra duhen analizuar edhe këto element për të parë vlerat. Duke edhe ngushësinë ideologjike apo çishte, por dhe vlerat që ka patur. Dot lumin e vdekur të Jakov Xhoxhës. E vërtet. S'mund të mohojë dot veprat e Ismail Kadares shkruar në atë kohë, do ishin një absurd. Pra, dhe ajo periudhë në shkrimtar të ndryshëm, nuk flas për një vepër ideologjikisht komplet, që është skematike, asaj kohë do thuaj skematike. Po pra, dhe për të bërë këtë, çfarë ishte vlerë, çfarë nuk shërben më realitetit. Nuk e kemi bërë dot akoma. Po se vlerë të ngelet letërsisë. Një ajo me një fjalë vetme, për shembull, në poezi, Brezi, filan, nuk po përmend emrat të autorëve të asaj kohe, ishte retorik. Retorik, shprehje e ideologjisë së kohës. Ajo bie. Po natyrisht ato ishin parulla të letrarizuara. Retorik, bota duke një më në shekullin 20, retorikën. Por, në ngeli prap në ngeli ajo që quhet patetika. Patetika, në një mënyrë ose në tjetër, edhe kur në vitin 60, me hyrjen e poezisë Ismail Kadares, Fatos Arapi, Deri Tragolli, Dori Qiriazit, u oqë retorika, nuk ishte më poezi retorike, por patetikën e kishe brenda. Ishte patetike. Në një fardoze, në një pjesë. Kush ishte poeti që të pëlqente aso kohë? Po, pa dyshim Ismaili. Ismaili ka rrënjë të thella në letërsinë e tij, në atëre për të ndërrimet, është libri i dytë i tij, se i pari është Frymëzim me djaloshare, që dhe vetë Ismaili nuk e përmendte atë, se ishte të një moshe edhe të një kohë kështu. Po, tek ndërrimet, aty madje më kujtohet edhe ajo epigrafi. Epigrafi të ishin në krye të librit, në pas frontespisit, vje dhe ndërimet. Ishe, duhet të ndërojmë poshtë Lenin në atë librin e parë. Por do ishte vërtet një gabim i madh, në qoftë se ne do të mohonim gjithçka siç bëi në atë kohë, që për një figurë që ne politikisht nuk e pranonim, kot po them Martin Camaj apo Ernest Koliqi apo Faik Konica, që nuk pranoheshin politikisht, atëre nuk flitej për ta. O për Fishtën, nuk flitej, se ishte armik. Atëre ne në kushtet e demokracisë, po këtë do bëjnë, do mohojmë çdo gjë asaj kohe? Do jetë i njëjti mëkat dhe i njëjti gabim. Po natyrisht. Cili është mesazhi që jep çdo të riut, i cili ëndërron, shkrua në heshtje, natën ose ditën, por e ka të vështirë të botoj. Duhet guxim për të botuar? Sa më i talentuar ti jesh, aq më tepër je i druajtur për të nxjerrë vlera. Sa më i patalentuar, aq je i guximshëm që të botosh çdo gjë që krijon dhe nuk pranon mendimin e një kritike të vërtet. Dhe kjo bën që edhe në shtyp dhe ju, njerëzit nuk din të dallojnë ç'është ajo me vlerë, sa i tham me mungesë e kritikës, dhe ç'është diçka e dobët, apo themon ti lum poetik, mund ta quajmë. Ishte kënaqësi që ishe këtë pasmës natë. Kur le penën është një poezi shumë interesante që do mbyllim dhe këtë pasmës natë. A do të ngjysë syt dikush mbi këto vargje? Apo faqeve të mbyllura të errta të librit lexojnë njëra tjetrën?
dhe heshtin, dhe zverdhen, dhe vdesin. Ndoshta dikush, dikur, diku. Një mesazh mjaft i bukur, jo vetëm që ka elemente lirike, por edhe për të nxitur leximin. Duhet lexoj më shumë apo jo? Kjo është sekretja. Kjo është një nga shkaqet e krizës të leximit sot, pse vetë prindrit nuk lexojnë dhe koha e tyre është vërtet shumë e ngarkuar. Në shkollë duhet të jetë libri, edhe të jepet fëmijëve nga mësu, por edhe mësuesët janë ata që po lexuan vetë, do të ushqejnë edhe brezin e ri. S'ka mesazh më të bukur që ta mbyllim këtë pasmësnatë dhe me nxitjen e leximit. Duhet lexojmë për pasurinë e shpirtit, por dhe të mendjes. Faleminderit Pandeli Koçi që ishe sonte në këtë pasmësnatë. Faleminderit ju.